sponsor. Financohet nga mbështetësit e tjerë që mund të jenë donatorë. Sponsor dhe dolet ju sponsor. Ma thoni sepse zotëri, ministër, ata kur ju kanë ardhur do t'ju kenë thënë. Po duhet të lini ta mbaroj atë që unë do të them. Po pra, unë këtë pyetje kisha, unë ju dëgjova me vëmendje, thatë dhe unë isha dakord. Këtu tregon që nuk kishte ndonjë. Dua të eliminojmë pjesën e pikpyetjes pse e paparashikuar. Po. Sepse ka qenë jo e parashikuar të ndodhte. Prandaj është e paparashikuar. Pse është e paparashikuar? Çfarë ndodhi atyre? Pra çfarë erdhi ai dhe të tha ty që të mbushin mendjen? Dua ta kuptoj kush ishte çfarë ndodhi. Edhe një herë. Më thuaj çfarë ndodhi aty që unë të pyesa, është kjo emergjencë fetërore pastaj? Fondi nga i cili ne kemi kërkuar mbështetje është Fondi Rezervi i Shtetit, Fondi Rezervi i Qeverisë Shqiptare, Fondi Rezervi i Buxhetit Shtetit. Nuk është të thuash Fondi Emergjencave, është Fondi rezervë në zoti Gonxha. Është aludosh dhe shkosh drejt asaj që juve. Fondi buxhetit shtetit, po ja heq unë fondi rezervë për aktivitete, nevoja të paparashikuara. Tani, nëse nuk do të ishte kështu, as Ministria e Financave dhe as Ministria e Drejtësisë dhe as kush tjetër, asnjë institucion tjetër nuk do të kishte mbështetur dot të kërkesë. Kur erdhën në zyrën tuaj ose kur ju dërguan shkresë, nuk e di si ka funksionuar. Shkresa ose takimi. Mund të më thoni si argumentuan pse më përpara ata mendonin dhe nuk kishin nevojë dhe ju kishit thënë sepse sa e thatë ju që ishin parashikuar zero, thatë dhe unë nuk e njeva kur thash zero. Ju e thatë vetë në fjalën tuaj që situata që ne ju thatë zero, pastaj doli jo zero. Tani, kush ishte argumenti që ju dajnë me pala që ju mbushin mendjen? E di pse se kam frikë se mos çdo njeri që vjen të bën ai koncert, ju jep njëtin argumente, kupton? Thot nuk kam shit bileta. Po duhen një sër kushtesh. Mund të sponsor. Po duhen një sër kushtesh. Ma thuaj kushtet. Po pra, duhen një sër. E para një duhet të ishte magnituda e një artisti dhe një eventi global. Ky është një tur global. Global është anulluar në 7 vendet botës. Ky është një tur global. Është anulluar në Francë. Më duhet t'ja them. Ky është një. Është anulluar në Poloni. Jo pra jo. Si jo, po. Jo, nuk është anulluar. Jo, edhe një herë. Është anulluar, po. Edhe një herë. Këto janë tregje. Pse ishte kaq e çuditshme. Zonja Zhupa, ne nuk e kemi dot luksin që të krahasohemi, ne nuk e kemi luksin të krahasohemi me këto tregje. Juve në fjalën tuaj kur e nisët, përmendet që se si nuk e ka problem Anglia, Italia, biles turizmi tyre as e ndjen. Është pikërisht kjo që shpjegon se po të kujdesemi mirë ta kuptojmë atë që u thatë, është pikërisht kjo që në rastin ton ndryshon dhe përcakton. Ne nuk e kemi luksin. Ne nuk kemi Italia, ne nuk kemi Mbretëria e Bashkuar, ne nuk kemi as Polonia, as Hungaria. Ato me buxhete më të mëdha nuk i japin para, e anullojnë. Ne me buxhete 200 herë më të vogla ne japim para. Po nuk e kemi luksin, pra këtë po them dhe unë. Po nuk e kemi luksin, ne jemi një vend që po duan të nxjerrin në sipërfaqen aty në atë kategori, në atë ligë, në pjesën më elitare në rang global, për turizmin, për ekonominë e eventeve, për reputacionin e destinacionit tonë. Ne duam të themi tonën dhe duam të jemi në një hartë. Ne duam të jemi në një hartë shumë elitare të kalendarit global të eventeve dhe nuk është njësoj ne me Italinë. Italia ka 80% trashëgimisë kulturore të gjithë botës në shtetin e vet brenda. Italia, Gjermania, Kombet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar kanë disa qindra vjet shtet, kanë mbi 100 vjet konsolidim në çdo prej sektorëve që lidhet me ekonominë e tregut. Kanë turizëm i cili më shpjego çfarë ju mbushi mendjen juve që kjo ishte emergjencë për të dhënë, që ishte në kushtet e nenit 101 të kushtetutës. Po nuk kuptuam. Jo, nuk e kuptoj. Është shumë e vështirë të flasësh në këtë lloj forme. Zoja Zhupa. Nuk e kuptoj. Po nuk kuptuam kontekstin ton që ndryshon katërcipërisht nga ai vendeve ju përmendni. Po pikërisht se e kuptoj, them që vetëm ti s'mund t'i jepje. Që ato vende mund t'i jepnin 4.3 milionë euro. Sepse ne nuk kemi si ato vende, ne duhet t'i jepni. Ju nuk mund t'i jepni që s'keni, nuk keni as fasha në spitale. Këtë kontekst kuptoj. Neve, ndryshe nga Reggio Emilia, që mund të anulloj një event për çështje organizative, nuk e ka anulluar për çështje politike. Po pse do ndrysh ti në çdo event artisti ndërkombëtar në Shqipëri? Jo, në raste madhore, në raste të një rëndësie të jashtëzakonshme. Atë përgjegjësi kemi marrë ne si institucion dhe i kemi kërkuar qeverisë mbështetje, se për këtë arsye jemi atje. Për të marrë edhe vendime që
që janë në dukje të diskutueshme, janë vendime në dukje jo popullore. Për këtë arsye jemi në atje, se si jemi vetëm për të marrë rrogat edhe për të bërë gjëra rutinë. Ka dhe momentet vështira që duhet t'i dalim me ballë dhe duhet i themi qeverisë apo parlamentit edhe organeve tjera që mund të jenë përfshira në punët që ne bëjmë, në sfidat që ne na dalin, që ky është nga ato momente që dëmi që ne do pësonim në rast se kjo anullohet, në rast se kjo humbet si event, do ishte shumë herë më i madh se financimi i cili në klapa është investim që ne do t'i jepnim për ta garantuar të event ndodhi. Cili dëm, zotin Gonxhe? Cili dëm? Se ai do kthente pikërisht ai dëm që në Itali, në Angli, pra në Mbretërinë e Bashkuar, në Gjermani nuk është asgjë. Ai dëm që në këto vende me këtë ekonomi, me këtë zhvillim është i kruajtës e dhëmbësh, tek ne është një dëm i jashtëzakonshëm për komunitetin, për biznesin vendor, për ekonominë e vendit, për reputacionin, dhe ka dhe një dëm tjetër që është i pamatshëm, është pa çmim, që është imazhi i vendit. Dhe në rast se ne si Shqipëri, sinqerisht se nuk dua dhe t'ju ndërpresani. Imazhi i vendit ju e keni bërë reck. E keni bërë reck. Imazhi i vendit prishet kur tërhiqen zvarr qytetarët në zonë të mbrojtur që është rrethuar me tela. Imazhi i vendit bëhet reck kur ju nuk jepni imunitetin e zëvendës kryeministres. Imazhi i vendit bëhet reck, zoti ministër, kur del kryeministri dhe i thot qytetarëve të vet fuck you. Imazhi i vendit bëhet reck kur sponsorizohen me 4.3 milion euro koncertet anulluara për shkak të rritjes antisemite. Kryeministri nuk i ka thënë fuck you qytetarëve. Imazhi i vendit asu nuk i kam thënë budallej protestuesve. Ti i ke thënë budallej protestuesve. Unë i kam thënë budallej protestuesve. 20-30 veta të dhunshëm që gjuajnë me pllaka gurësh deputetët janë sa budallej që populli thot budallaj dhe hapi rrugë. Dhe na duhet dilnim nga mbrapa. Dhe atë dëmin këtë toptanët ta mbajnë ata budallej që bllokuan rrugën para. Dhe atë dëmin e biznesit të rrugës toptanëve, nuk fola për qytetarë, fola për 20-30 dhe ata janë protestues që ju i keni vjedhur çdo ditë që ju i keni pirë gjakun, ata që në podcastes që janë protestues që nuk kanë, do ta vrasin nesër, do ta vrasin pas nesër kryeministrin, dhe që janë aty duke nxitur njerëz që gjuajnë me pllaka, janë më së paku budallej. Se meritojnë tjetër emër. Ato të skenat dukshme keni bërë ju, jo ata. Për këta kanë folur. I ka bërë partia juaj për ka protestuar. Edhe 4.2 milionçin tuaj, këtë që ju pretendoni. Nuk pretendojnë, ne keni dhënë ju. Edhe këtë kosto, edhe këtë faturë të ta paguajnë ata. Në më të shumë ata do ta paguajnë. Jo, nuk do ta paguajnë ata fatkesisht, do ta paguajnë gjithë taksapaguesit, por ata budallej dhe dhunshëm që kanë sjell situatën në këtë destabilizim, që kanë bullizuar, që kanë sabotuar, që kanë minuar deri në një event duke sjell si Don Kishota me mullin e erës, luftë me mullin e erës, atë faturë do e meritonin ata në fakt. Guxim t'ju dalin juve përballë me gjithë pushtetin që keni dhe me gjithë forcën e policisë shtetit dhe me gjithë forcën që keni për kërcënimin e tyre. Marrin guxim t'ju dalin juve vetëm institucioni protestës qytetare. Antirespekt të dhunshmit. Respekt protestës qytetare. Zotri, budallej nuk mund t'i thua qytetarëve që i vjen dhe i merr para, sepse dhe nga ky 4.2 milion euro nuk i kanë thënë qytetarëve, i kanë thënë rrugaçve. Kurse qytetarëve që kanë bërë protestë dhe institucionit protestës qytetare respekt. Por ata që kanë bërë dhunë dhe ata që kanë marrë pengë, ata që kanë marrë pengë ekonominë e vendit, turizmin, që luftojnë restorantet, bizneset, strukturat e akomodimit, ata janë më së paku rrugaç, se budallej është fjalë shumë e mirë. Zoti Gonxhe, ju keni tjera parametra për edukatën, se me sa duket keni parametrat e kryeministrit dhe ju duket fjalën e budallej, nuk e di si ju trajtojnë, po sigurisht që nuk është në standardin që duhet të ketë një ministër. Se cili është standardi? Ti gjuash me pllaka guri njerëzve dhe policëve? Cili është standardi juaj? Nuk ka gjuajtur asnjë me... Dëgjove gjithë të them gjum për ata që bllokojnë rrugën dhe gjuajnë me vezë, jo. S'ka problem. Por ata që gjuajnë me gur, ata që gjuajnë me gur janë më së paku se duhet thoja rrugeçë. Po unë thash budallej. Sepse budallej vjen nga fakti që
bën një gjë që nuk çon askund. Dhe prandaj populli do të hapi rrugën budallëve. Domethënë bjerë nga rruga tjetër thot populli. Kupton? Dhe ne jam nga rruga tjetër se do të japim rrugën budallëve. Dhe budallëve janë ata sipas teje. Në rregull jeti pra, aq kusa jeti aty nga vota atyre. Ta thot një revolucionar jo prej bukpeshku. Në rregull. Ta thot një revolucionar që ka rrezikuar jetën e vet dhe familjes vet seriozisht disa herë në jetë. Që ata sot të keq përdorin lirinë e fjalës, dhe lirinë e veprimit. Nëse do të kishe protestuar, një ditë duhet kishe kuptuar se duhet të kesh respekt për protestën. Që i leverdis interesave. Duhet kesh dhe askush nuk ka kaluar. Ky është një muhabet tjetër. Po ata duke dëmtuar vendin, nuk i shërbejnë as interesave të opozitës asnjëherë. I shërbejnë interesave të vendit. Edhe urgjencën. Po. Edhe urgjencën në fjalë. Zoti Gonxhe. Edhe urgjencën në fjalë. Zoti Gonxhe, këtu në komision duhet kishe sot ata që organizuan bullizimin, dhunimin e bizneseve shqiptare, uljes së reviewve në zero, në pikën më të rëndësishme të fillimit të sezonit veror. Zoti Gonxhe, ata duhet i kishe këtu sot. Ju e keni shkatruar. Sepse një biznesmeni nuk mund të thuash se nuk e sponsorizon eventin, në rast se është duke u dhunuar nga një turm e cila i ul review të lokalit vet dhe i thot po shkove ke koncerti do të bëj cop. Dhe ky lloj bullizimi solli atë urgjencë. Për të marrë hak ndaj protestuesve dhe ndaj qytetarëve që zonën të mos shkojnë. Për të eliminuar një dëm, për të neutralizuar një dëm që do i binte vendin kokë. Nuk donin të shkonin qytetarët, do shkojnë me detyrim. Po 22.000 huaj që kanë për bilet, po 22.000 hotele dhe shtëpi. Nuk do janë 22.000 hotele, maksimumi do janë 20.000 dhoma. Në rast se ju thoni që duhet anulluar, ku të vini ta shikonin? Kush do ja kthente biletat? Ku vendi kombëtari kryendriturit, kush do ja kthente biletat? Kush do ja kthente lekët? Zoti Gonxhe, kush do ja rregullonte dhe garantonte rezervimet në hotele? Jeni në vetë apo jo? Pse ti do merresh me tregun që ku shteti e di gjë që jemi komunizëm ne këtu? Kur e keni parë që shteti ka një mur mes shtetit dhe shoqërisë, edhe neve nuk shif kemi me ata murit, normal do shohim interesat e shoqërisë, të tregut, të biznesit, të komunitetit lokal vendor, të industrisë, të ekonomisë kreative, gjitha interesat do i shohim ne. S'ka mur mes nesh dhe shoqërisë. Barazia para ligjit. Ai di zotri që është konkurrenca e lirë. Ai di zotri që ky nuk ka konkurrencë të lirë mes artistëve, nuk ka prokurim për zgjedhur Kanye West apo Kanye West. Se s'ka dy Kanye West. S'ka dy Kanye West. Ai që ishte nuk e zgjodhën shqiptarët. Shumë e thjesht, nuk e zgjodhën as europianët, se mishë se zgjodhën shqiptarët. Po pse s'erdhën ta mbushnin europianët që të shfrytëzonin turizmin. Ata që janë duke aluduar për Kanye West në Europë, dy koncerte ka bërë krye vendi europian i standardeve të drejtave të njerëzit Hollanda. 2 herë sold out. Spanja po bëhet sold out, Madridi, Portugalia sold out. I ka dhënë lek. Wow. Si se ka dhënë lek? I ka dhënë lek shteti, ë? Jo, i ka dhënë lek, po kam shembull tjetër. Ka dhënë lek shteti koncertit, ë? Më fal, në Stamboll, shteti turk i ka dhënë 4.5 milion euro, edhe pse eventi ka dalë me fitim, ka qenë sold out. 2 milion për bileta, 2 milion depozit që more përgjegjësi që do kishte zero. Në qoftë se shteti turk ka marrë përgjegjësi të tjera, ka buxhete të tjera dhe ka parashikuar. Ti ke bërë akt normativ. Jo, unë jam duke folur që ke bërë akt normativ. Zoti ministër. Nuk dali në sekundi, më kuptoni? Asnjë nga shtetet që thoni ju. Unë kuptoj mungesën e informacionit, dhe jam duke t'ju jap. Po në rast se unë jau jap dhe juve ignoroni këtë informacion, atëherë është problemi juaj. Zoti Gonxhe. Ka paguar shteti turk 4.5 milion euro. Ka akt normativ urgjencë dhe nevoje? Po mirë. Si po mirë, se këtu ndryshon pra. Ndryshon. Patjetër ndryshon. Po mirë çfarë? A doni t'ju them që po mirë. Më lër të përgjigjem po. Asnjë shtet nuk ka nxjerr akt normativ se nuk ushitën bileta. Nëse ka në parametrat e gjykimit tuaj, në parametrat e gjykimit tuaj do ishte më gabim që shteti në këtë rast arka publike të financonte për një event i cili në fund në Stamboll ka dalë me fitim. Pra në Stamboll, edhe një herë, më leoni. Në Stamboll bilanci i eventit ka qenë. Unë po të pyes. Bilanci i eventit, ja pa po të them unë. Është më mirë të financosh në mënyrë të paparashikuar një nevojë sepse eventi rrezikohet. Pra është kjo urgjenca apo ti japësh 4.5 milion euro të një eventi ka dalë me fitim. Pra promotori ka dalë me fitim, në Turqi ka marrë 4.5 milion euro nga shteti. Në Shqipëri promotori nuk ka dalë me fitim.
se shteti ndryshe nuk do të ndihmonte, që të bënte një lloj bail-outi të pjesës së fundit, duke paguar pjesën e mbetur shpenzimeve që të garantonte eventin. Shteti shqiptar është me kokën lart në këtë rast, sepse arka publike është prekur nga nevoja. Ke bërë një akt normativ urgjence dhe nevojë për një event ku është fituar. Ndërkohë që shteti turk ka buxhete të tjera dhe i ka bërë sipas ligjit. Pse ka buxhete të tjera? Po patjetër pse buxheti një lloj me shtetin turk, mjekësinë një lloj me shtetin turk e ke ti. Arsimin një lloj me shtetin turk e ke ti. Po patjetër më. Pse shteti turk nuk ka fasha, nuk ka pjesë njerëzit ekologjiku. Po pse krahasohesh me shtetin turk ti? Po koncerte dhe nuk krahasohesh me shtetin turk ti për shëndetësi. Nuk krahasohesh ti me shtetin turk. Autogoli juaj. Turqia e jashtëzakonshme e turizmit jep para për Kanye West. Shqipëria e vogël që po do të djeri kokën për turizmin, ka nevojë të japi para për të mos humbur një event. Pra, ajo që ju thoni për Turqinë, rrëzon. Ajo që thoni është autogol. Turqia nuk duhet jepte lek sepse nuk ka nevojë. Pse kështu duhet jepte? Sepse është e jashtëzakonshme me turizëm. Shqipëria ka nevojë. Prandaj buxhetet e tjera e ka të sistemuara dhe s'ka njerëz që po i vdesin për spitale. Dhe nuk bën akte normative. Turqia kishte as pak nevojë të financonte dhe e bëri. Shqipëria është emerging country, ka nevojë të dali në listën e parë të turizmit, në listën e parë të ekonomisë së eventeve, dhe Shqipëria ka jo vetëm arsyen ta bëjë, por ka dhe hallin që një situatë, një aktualitet politike të caktuar ka tentuar të minojë një event i jashtëzakonshëm, duke dëmtuar në mënyrë të pariparueshme imazhin e vendit. Ju krahasoheni me vendet e Afrikës. Cili artist tjetër i madh do vinte në Shqipëri nesër kollaj, në rast se do i tregonin historinë që e lanë në balë. Ashtu e lanë në balë të lanë balë atë. Cili artist i madh do vinte nesër? Ashtu zoti Gonxha. Sa do të thonë, po ta vinë ata artistët e tjerë dhe si shitën bileta, çfarë do bësh ti? Çfarë do bësh? E di çfarë do bëj unë? Do të japësh prapë. Do vi këtu në parlament, do vi në parlament. Do kërkosh prapë akt normativ. Jo, do vi në parlament dhe do kërkoja unë interpelancë. Po? Nuk e dia bëhet kjo me një deputet të krau tjetër. Po kërkoje s'ka që se aty anapulla është bërë. Pse mungojnë në arkat e shtetit 6.5 milion euro që është minimalja e arkëtimeve vetëm nga taksat e xhiros dhe e xhiros dhe ndikimit direkt që ka dhënë eventi Kanye West në kryeqytet, është 35 milion euro më së paku. Qarkullimi jemi të gjitha maten, sot të gjitha numërohen. Ja ma thuaj si e maten, më thuaj metodologjinë dhe më thuaj argument. Si e maten? Ku e maten? Janë 35.000. E vetë nga gjithë që ka matur është 4.3 milion euro. Janë 35.000. Dhe me këto logjik çdo këngëtar hajde ta financon. Po. Edhe njerë, janë 35.000 jo rezident që kanë ardhur në Tiranë në ditën e eventit. Janë 25.000 së paku të huaj që kanë fluturuar, kanë ardhur në Tiranë me mesatare nga 3 deri në 7 ditë qëndrimi, të cilët kanë rezervuar hotele, kanë konsumuar, kanë bler, kanë lëvizur, kanë bërë. Jo, nuk e them unë, janë të provuara. Janë të provuara. Tirana shkoj nga 2500 me amundësi. Tirana shkoj nga 2500 njësi qira për akomodim të lira në zero, sepse u bë burger dhe mbaroi investimi. Brenda ditës kanë ardhur dhe kanë ikur se e kemi parë edhe në jo pra, se nuk flitet tu me amundësime. Unë flas amundësimet e mia, ti amundësimet e tua. Ktu flitet me shifra dhe me fakte. 35 milion euro ndikim direkt në ekonomi. Nuk janë 35 milion euro të imagjinare tua, po janë 4.3 milion euro reale që ka dhënë shteti shqiptar. Se ato tuaja dhe tani janë imagjinare. E dini çfarë ndodh? Juve keni udhëtuar jashtë. Po patjetër. Arken, juve keni udhëtuar jashtë. Po patjetër. Po të shkosh në ditët e Bienales në Venecia, një hotel që kushton normalisht 700 euro, atje ato ditë kushton 7.000 euro nata. Nëse shkon në festivalin e Kanës, një hotel që kushton 300 euro zakonisht në Kanë, kushton 3.000 euro nata. Nëse shkon një panajir të real estate apo të hospitalitit, me një vend të shtetit. Po ju them, në Tiranë çmimet ato ditë kanë qenë të larta, të ardhurat kanë qenë të shumta. Industria e hoteleve e akomodimit ka bërë një xhiro të jashtëzakonshme. Në Booking dhe shikoni nga 50.000 lekë të gjurmueshme
janë të Ju jeni taksueshme, duke folur janë me supozime. Jo, nuk po flas me supozime. Po patjetër se Po nuk si më po ke flas me supozime? Kam të dhënat e sistemit biletave. Kam të dhënat e sistemit. Po biletat si ke marrë ti lekët. Kam të dhënat e sistemit. Po I çfarë kemi duhet? gjitha. Po i kam sepse janë pjesë analizave. Janë pjesë analizave të bazuara për atë që ne kemi kërkuar si akt normativ. Janë pjesë të dhënave ku ne jemi bazuar për të marrë vendimet tona. Lekët e biletave janë lekët e atij që e bëri. Jo, e dashur Apo do i ndajmë zonja Zhupa. me shtetin shqiptar, lekët e Unë ju përmenda biletave. vetëm impaktin direkt ekonomik në vendin ton. Impakti I vërtet ekonomik është rreth 55 milionë euro. Po e thënë 100 derën e parë, po s'ka që pastaj 55. Ky është nga llogaritjet deri tani. Futja sa duash patjetër. Jo, jo, nuk është kështu. Shiko, sot është 55. Sot ka instrumenta të jashtëzakonshëm për llogaritur edhe në mënyrë automatike. Dhe nuk keni llogaritur të mirat afat mesme, të mirat afat gjata. Unë nuk I kam përfshirë. Nuk I kam përfshirë. E dini ju që neve bëjmë Nuk mundeni ju për një koncert Zoti Gonxhe, sinqerisht se jemi të dy tani me Po jo, më vjen keq se jeni edhe kryetare e komisionit që mbulon dhe sektorin më kryesor që na bashkon që është kultura. Po patjetër mos sepse neve shpenzojmë 2.7 deri në 3 milionë euro për të marrë pjesë 3 ditë në ITB Berlin. Ne bëjmë një pavion 250 metra katror për të patur 14.000 4.3 milionë euro. Kalus pak më pak mira të takuar dhe një impakt I cili ka të bëjë me një panajër I cili është shumë I rëndësishëm turistike. Ne për 3 ditë japim 2.7 milionë euro për një panajër në Berlin. Dhe ju e dini këtë gjë. A e diti që Shqipëria nuk ka teatr kombëtar? 4.5 milionë euro. A e diti që Shqipëria në teatrin e operës baletit turistik në Tiranë me 60.000 veta prezent. Pa kontratë që ti japësh vetëm 150.000 lekë vjetra. Po jepi ato 4.3 milionë, me që jemi te kultura, po ti je I spitalet. Jepi 4.3 milionë euro. Nuk ka lidhje me programin buxhetor të kulturës fare. Artistëve shqiptar. Jepi se ku ka reklamë më të mirë se sa ajo që I bëri Falas. Filmi Odisea. Nuk ka reklamë më të mirë. Artistëve shqiptar 2 fishuar, 3 fishuar, 4 fishuar. Ai që I bëri reklamë Falas pastron mbetjen në Vlorë. Prap autogol. Marr lajmi I Euronewsit I para 3 viteve, kur ai ishte në atë pozicion që ka qenë ajo video dhe postuar sot. Marr lajmi I Top Channelit I para 8 viteve për zotërinë dhe postuar sot. Zotëria sot është në pension. I ke dhënë 4.3 milionë euro. Mirë, po rregull. Merrni mbrapa një herë që thoni. Po pse thoni pastron? Ore zotëri, atë pun ka bërë pra. Atë pun ka bërë se ka mbështet shteti shqiptar. Këtë do thoja, nuk është autogol. Dgjoj, ai nuk ka qenë atje me shërbim social. Ai nuk ka qenë atje me shërbim social. Sepse ju nuk e keni mbështetur. Se po ta kishin mbështetur jo me 4.3 milionë euro. Po ta kishin mbështetur me 430.000 lekë ju. Po ku e dini ju që nuk e mbështesim ne? Ku e dini ju që zotëria nuk është me ne në programet tona në Kosovë, në Itali, me arbreshët, me teatrin e operës baletit, me më të mirët e arbërisë, në poster, me emër, me honorare. Ku e dini ju që nuk është marrë ai me projektet tona? E di unë këtë, ja ta them zoti Gonxha. Këtu fiton spekulimi. Merr një video të para 8 viteve e jeni sigurisht e sotja. Nuk është e para një unë s'kam edhe asnjë video. Zotëria është nderuar në pension. Të tjesh I qartë, nuk kam edhe asnjë video. Së dyti, zoti Gonxhe, nuk kam edhe ndonjë video. Së dyti, zoti Gonxhe, unë po ta marr si shembull se si 4.3 milionë euro, të cilat janë bërë më së paku 6.5 milionë euro në arkat publike. Po çfarë flet më? 100 milionë ishin në partije. 6.5 më së paku. Pa llogaritur qarkullimin e bizneseve, të cilët do rinvestohen në të ardhura më pas. Po vetëm për impaktin direkt. Do të them vetëm të kam llogaritur me TVSH të ulta, se hotelet I kanë të ulta. Ai di që ka ligje të kam llogaritur me taksa të dimensionuara, se kemi politika shumë mira për hotelerinë dhe për turizmin. Zoti Gonxhe, ai dini Sinqerisht mua më dhimbsen ata njerëz që kanë firmosur këto akte, sepse do t'i vi dita që do të përgjigjen para spakut, sepse ky vend nuk funksionon. Nga pikpamja ligjore keni fjalën? Apo nga pikpamja nga pikpamja ligjore, nga pikpamja ekonomike, nga pikpamja ligjore. Para janë një investim I cili është sot në arkat publike më shumë se çka dal në arkat publike. Nga pikpamja ligjore. Dhe aty më shumë se çka dal, po ju nuk doni ta thoni. Ato parat janë më shumë atje, bëjnë më shumë për spitalet, për ato hallet, për nevojat. Nuk të lejon Kushtetuta e Republikës. Ky është realiteti. Pra, jep 4.2, 4.3, me 6.4. Nuk të lejon. Kemë shumë në ark. Nuk të lejon, kushtetuta nuk të lejon
që të supozosh këtë apo atë, të zgjedhësh këtë apo atë, sepse ka vendosur kur Okej, ne kemi marrë përgjegjësinë dhe për çdo aspekt ligjor jemi këtu po patjetër që do të merrni përgjegjësi se do dilni për t'i dalë ballë, kjo nuk diskutohet fare. Sepse ju keni mos më thoni ju lutem nga ana ekonomike. Keni shkelur. Mos më thoni nga ana leverdishmërisë. Se jeni duke folur nga 100 milionë euro, një sekondë zotëri. Do ta jap fjalën, nuk u mbyll, po nuk u mbyll komisioni, këtu jemi. Po e trajton si komisioni. Po jo më zotëri, nuk e ka mbyllur. Nuk e ka mbyllur komisioni. Nuk e ka mbyllur Zoti Gonxhe se ndoshta nuk e keni me ju interesuat për Xhelon, për Jennifer Lopez. Do t'i jepni dhe asa 4 Jo për milionë Jennifer euro? Lopez, jo, e kemi refuzuar për momentin se kërkonte 2 milionë euro garanci nëse do ketë protesta. Dhe e kemi refuzuar se nuk e hapim dot garanci. Mirë. Kjo është kosto, Po jepini 4 e milionë euro. destabilizimit të vendit. E para një nuk është destabilizim Për ata që e duan Xhelon në Tiranë, ta dinë që nuk ja kemi ofruar dot të garancit, sepse na është dukur, si themi, e pamundur për t'ia ofruar dhe nuk mund t'i japin dot. Po sepse jo, tha përdesa këta japin, tha lekët, sa asaj e di që nuk i shitet biletat, e kupton? Tha përderisa këtyre ju jepen lekët kështu, po shkojnë dhe unë po bëj ofertë time. Se keni bërë këtu si tregtzi, e kupton? Dhe Xhelon tha, shkoj të kërkoj 2 milionë, po mi dha, mirë. Po s'mi dha, mirë. Po mi dha mirë, tha, po s'mi dha mirë se biletat e di që si shiten. Se me logjikë ekonomike nuk vjen të kërkoj ty lek. Bën koncertin vet, sepse jo vetëm kaq, ju i ofruat një infrastrukturë të posaçme Keni Westit. Edhe mund ta dim ç'a bëhet me atë stadiumin në tokën e kujt u ndërtua, a i ngelet stadiumi asaj zone, a çfarë do ta kupton dhe këtë, e ka zonja Vata. Pikërisht sepse po nuk pikërisht sepse ajo ishte një strukturë e cila u ndërtua në një pronë e cila është afruar pa qira, pa pagesë, pa kosto, private, e cila ka plane zhvillimore në shtator. Kjo ishte një nga arsyet që pse 65.000. Çfarë do ndodhi në shtator se kuptova? Jo, ajo është një pronë private që ka plane zhvillimore privat, i cili ka miratuar lejen e zhvillimit përpara se sa të flitet fare për koncertin, i cili vazhdon me pagesën e taksave të infrastrukturës, do bëj lejen e vetë ndërtimit. Ai privat, për shkak se ishte në këtë fazë të ndërmjetme të atij sheshi dhe ne na duheshin 65.000 metra katror më së paku për të bërë këtë event, flas promotorëve, por në përgjithësi kur kanë ardhur para institucioneve kanë kërkuar suport për hapësira, ne nuk kemi mundur t'i ofrojmë dot një suport saktuar dhe për shkak të asaj prone dhe për shkak të kushteve, pra që nuk mund të ishte dot më disponibël në shtator, kjo ka qenë një tjetër arsye që ka ndikuar edhe marrjen e vendimit të një pamundësie negocimi shtyrje, e cila do të çonte në kosto më të larta, po e cila do donte edhe një vend i cili ishte disponibël, të themi edhe në shtator dhe në tetor. Dhe kjo gjë ka qenë një nga ato pengesa të tjera që kanë ndikuar në marrjen e vendimit ton për të kërkuar të mbështetje nga ana e qeverisë dhe parlamentit. Pra, po të hyjmë kësaj gjëje, kudo që do të hyjmë zonja Zhupa, do shikoni që ka element përgjegjshmërie, ka element të parë dhe të peshuar mirë, të analizuar mirë, të një pamundësie për të patur një vendim tjetër nga ai që ne kemi propozuar dhe kërkuar që të merrej. Dhe i kemi menduar dhe peshuar gjitha. Unë jam 56 vjeç, kam 36 vite në këtë mixhlis politike administrativ, edhe jam shumë i përgjegjshëm për atë që di, bëj dhe mbroj dhe do i dal për zot asaj që kam propozuar, po e theksova që nga pikpamja ligjore dhe nëse ka ndonjë pikpyetje do sqarohet në të gjitha komisionet dhe është pjesë e çdo audicioni, e çdo kontrolli të mundshëm ligjor, nga pikpamja morale dhe nga pikpamja ekonomike dhe leverdishmërisë, çdo pyetje që do bëni do ju nxjerrë keq ju, sepse ne e kemi peshuar dhe ne kemi të provuar që kjo ka kthyer fitim në ekonomi, në imazh, në promocion të vendit ton, në reputacion, në ngritjen lart destinacionit shqiptar, të brandit shqiptar në një masë që është e pakrahasueshme me asnjëherë më parë. Më vjen keq ju them që realisht e pas keni humbur pak lidhjen me realitetin dhe me atë që kërkojnë shqiptarët. Sepse më vjen mirë për një gjë aman që merrni përgjegjësi personale këtij vendimi dhe uroj që të njëjtën përgjegjësi personale ta mbani ku të shkoni në SPAK,
dhe ta mbani me këtë krenari që po e mbani në komision dhe mos thoni atje që u detyrova pastaj nga kryeministri apo është përgjegjësi kolektive se e kaloj me një akt parlamenti. Unë jam i regjistruar tu, prandaj deklarohem për gjithçka që them. Prandaj edhe unë nuk jam uroj nga të ata mbash që të njëjtin ndroj qendrim. ato që them dhe nuk jam nga ata që Uroj të pendohen mbash kollaj asaj që bëj, e peshoj mirë atë që bëj. Uroj ta mbash këtë gjë, kjo ka sepse pasur jeni një rëndësi strategjike për vendin, për ekonominë, për turizmin, jeni në shkeljet ligjit, edhe për jeni në kushtet të shpërdorimit detyrës, jeni në kushtet të shkeljes të barazisë të konkurrencës lit, jeni në kushtet ku favorizoni një biznes caktuar për nevojat e veta. Dhe kjo është sigurisht e pa dëgjuar. Dhe shëmbujt që merrni ju për sponsorizime janë shëmbujt më normal, zoti Gonçe. Edhe shteti shqiptar ke ligjin këtu që ta lejon ty si ministri dhe ti ke sponsorizuar evente kombëtare dhe ndërkombëtare dhe nuk të ka thënë njeri asgjë kur i ke çmuar që i shërbenin kulturës, artit apo turizmit. Se ndaj është ligji që ta jep këtë mundësi. Ajo që ndodhi kësaj radhe nuk është siç e bëri Turqia që e mori rast. Turqia me ligjin siç ja lejon, siç ke sponsorizuar ti X event me ligj, e ka bërë dhe Turqia me ligj duke e parashikuar, duke vendosur ti e për sponsorizim 20.000 euro se aq e ka takatin buxheti shqiptar, ajo jep 2 milion euro se aq e ka takatin buxheti turk. Dhe këtu jemi në kushtet normale. Ajo që nuk është normale është kjo që po bëni ju kësaj radhe. Nuk është as e parashikuar në ligj, as e parashikuar në kushtetut dhe as e një logjike ekonomike, se po ta kishit çmuar që në kohën e duhur, me analizat e duhura, që do futej në një sponsorizim, do kalonte në një procedurë normale me ligjin e artit kulturës, do të çmohej nëse do vlente kjo shumë apo një shumë tjetër, do të ishte një rrugë tjetër dhe do të ishte një ligjshme. Kjo që ka ndodhur është për shkak të restaurantet të paparashikuara. Kjo është një rrugë e palishme. Zoti Gonçe, është një rrugë e palishme, e palejuar dhe antikushtetuese. Nuk është opinioni im, kjo është e qartë si drita e diellit sepse kushtetuta nuk të lejon të gabosh. Thot në kushtet e nevojës dhe urgjencës. Dhe nuk ka nevojë njeri jeta vdekje për koncertin e Kanye Westit. Nuk ka nevojë njeri në Shqipëri as në përbot për koncertin e Kanye Westit. Dhe do t'ju them një gjë, nëse artisti do t'ishte me të tilla për masa jashtëzakonshme si thoni ju, t'ishte i sigurt që do kishe sold out që javën e dytë, siç kanë Dua Lipa e artistë të tjerë nderuar edhe me origjinë shqiptare që do t'ishim shumë më të lumtur edhe po t'i kishim këtu. Të ja zhupa kishim disa vështirësi. Nuk jeni aty për të ndezur mikrofonin ministrit, se fjalën ja jap punë ministrit. Okej, faleminderit.